Ceremonitë si kjo e sotme janë rituale që përsëriten vit pas viti dhe në pamjen e parë ngjarën të gjitha të njëjtën. Të rinj që marrin një certifikat pas përfundimit të kursit dhe nisin një rrugëtim të ri, por në të vërtetë nuk janë kurse si të njëjta. Pas çdo ceremonie ka njerëz të ri, ëndra të reja, familje që kanë pritur këtë ditë dhe mbi gjitha ka një përgjegjësi të re që besohet dikujt. Kjo merr një kuptim edhe më të veçantë kur bëhet fjalë për policinë e shtetit. Këtu nuk certifikohet thjesht përfundimi i një kursi apo shkollimi, por përgatitja për një mision sfidues. Ju do të mbroni jetën dhe do të garantoni zbatimin e ligjit në Shqipëri. 389 të rinj e të reja të këtij kursi kanë tashmë jo vetëm njohuritë, por janë të përgatitur për realitetin e një prej profesioneve më të vështira, por ashtu edhe më fisnike në vendin tonë. Nuk kanë deri më të lartë sesa të punosh për sigurinë dhe rendin e vendit tënd. Të mbrosh jetën dhe pronën e njerëzve, tu gjendesh aty pranë në momente të vështira. Uniformën që mbani duhet ta konsideroni besim, përgjegjësi dhe krenari për gjatë gjithë karrierës tuaj në policinë e shtetit. Besimi fitohet çdo ditë në rrugë, në lagje, në komitet, në komisariat, në zyrë, kudo që ju punoni, po mbi gjitha nga mënyra si i flisni qytetarit, si përgjigjeni një të moshuari, si mbroni një fëmijë dhe si ndërhyni përballë një krimi. Policia e gjeneratës së re e Shqipërisë Evropiane nuk mund të matet kursesi vetëm me forcën e saj përballë krimit, por pashmangshmërisht edhe me aftësinë për të parandaluar atë, me profesionalizmin për ta goditur dhe me humanizmin për të shërbyer qytetarit pas një kompromis. Policia e shtetit është në një fazë modernizimi, përmirësimi, përmes cilës ne kemi sjell goxha investime si në teknologji dhe pajisje të domosdoshme, dhe para së gjithas këtu në Akademinë e Sigurisë, reforma vjon vazhdimisht për ta bërë atë të njëjtë dhe të barabartë me Akademitë e Sigurisë, Akademitë policore të vendeve të Bashkimit Evropian. Fillon me standardin e formimit, me dijen, disiplinën dhe teknologjinë. Vazhdon më pas me punën në terren, në mënyrën se si policia vepron, bashkëpunon, përdor informacionin dhe teknologjitë, si dhe reagon ndaj rrezikut, duke ndërtuar një marrëdhënie gjithmonë më të qëndrueshme me komunitetin. Mbi gjithçka është e domosdoshme që ne të ndryshojmë mendësinë si qasemi nga një polici që thjesht reagon në një polici që parandalon. Nga një polici që shihet vetëm kur ndodh një problem, drejt një policie që është e pranishme çdo ditë pranë qytetarëve dhe gjithnjë më shumë qase si shërbim, jo thjesht si forcë, bazuar tek autoriteti që t'jep uniforma dhe vetë ligji. Qytetarët nuk duhet t'ju shohin juve si një distancë mes tyre dhe shtetit. Përkundrazi, policia është fytyra më e afërt e shtetit. Shqipëria është në një fazë të re të integrimit evropian dhe më herë se sa vonë ne do të jemi pjesë e familjes evropiane. Bashkë me transformimin e madh shoqëror, ekonomik dhe ligjor, duhet të ndryshojë edhe vetë policia e shtetit. Një vend që synon standardet evropiane duhet të ketë dhe një polici me standarde evropiane. Gjenerata juaj dhe të tjera që të vinë pas jush nuk do të shërbejë vetëm Shqipërisë së sotme. Ju do të shërbeni Shqipërisë që po ndërtojmë për nesër në Bashkimin Evropian. Dhe kjo është një përgjegjësi e madhe, po aq edhe krenari. Ju dhe brezat që do të vinë, jeni policët ku vendi dhe siguria, ligji, dinjiteti i qytetarit janë themelet e shtetit. Sot, me përfundimin e këtij kursi dhe largimin nga Akademia e Sigurisë, bashkë me certifikatën që vlerëson përgatitjen tuaj, ju merrni me vete dhe një porosi a këshill, quajeni si të doni. Uniforma e policisë së shtetit nuk jep privilegje, ajo jep vetëse përgjegjësi. Do të ketë njerëz që do të përpiqen t'ju joshin, t'ju blejnë, t'ju friksojnë, apo edhe t'ju vënë në provë. Qëndroni të fortë, qëndroni besnik ndaj gjithçka që keni besuar deri tani, deri në momentin që ju bë zgjedhjen tuaj për t'ju bashkuar këtij misioni kaq vështirë, po aq edhe fisnik. Dhe mos harroni kurrë se integriteti është arma juaj më e fortë. Gjithçka që keni ndërtuar më shumë mund pas kësaj akademie, kudo të jeni për gjatë karrierës tuaj, mund ta humbisni lehtësisht. Mos harroni asnjëherë se pas çdo ndërhyrje është një qytetar, është një familje, pas çdo vendimi është një jetë me gjithë
ngarkesat psikoemocionale që ajo mbart. Policia është në fakt besimi që njerëzit kanë tek shteti. Dhe besimi tek policia dhe vetë shteti arrihet dhe rritet fal angazhimit tuaj të përditshëm, shërbimit ndaj detyrës dhe pritshmërive të qytetarëve për më shumë rend dhe siguri, empatia njerëzore në ndërveprimin me ta, pavarësisht nëse mbajmë kostumin e ministrit apo uniformën e punonësit të policisë së shtetit, është në fakt ajo çfarë bën diferencën dhe hedh themelet e një besimi të palëkundur. Ju uroj sukses në detyrën tuaj, jini të fortë përballë krimit, të drejtë përballë ligjit dhe njerëzor përballë qytetarit. Shërbeni Shqipërisë me nder dhe qytetarëve me dinjitet dhe përkushtim. Dhe ndërtoni me punën tuaj një polici e një Shqipëri evropiane. Faleminderit dhe sukses në detyrë. Sot është një ditë e mirë për policinë dhe qytetarët. Qindra djeme vajza, pas përfundimit me sukses të kolegjit, i bashkojnë familje son të madhe të policisë shtetit dhe dilni në terren, në shërbim të qytetarëve dhe në mbrojtje të ligjit. Ju falenderoj për zgjedhjen tuaj për të bërë pjesë e stafit ton, për disiplinën, për rezultatet e arritura në teori dhe në praktik, si dhe për vullnetin dhe vendosmërinë tuaj që u çoi në fund të këtij rrugëtimi fillestar, por të përgatitur për të nisur një rrugë të gjatë, plot sfida në përmbushje të misionit ton të shenjtë. Shqipëria, qytetarët dhe policia ka nevojë për ju, për energjitë, mentalitetin e ri europian, ndaj për qytetarët sot është një lajm shumë i mirë që ju certifikojeni. Përtej emocioneve tuaja të arsyeshme dhe shpresës tonë se ju do të jepni më të mirën nga vetja në funksion të mirës së përgjithshme dhe krahas urimit për certifikimin tuaj, ku ju bëheni pjesë e familjes së madhe, kam disa porosi që besoj se do t'i keni parsore në përditshmërinë tuaj. Busulla juaj në këtë mision duhet të ketë 3 drejtime: në drejtim të ligjit, në shërbim të qytetarëve dhe në përmbushjen e amanetit të dëshmorëve të policisë, njëherëzi dëshmorë të adheut. Këto 3 drejtime mos i ndryshoni kurrë përballë çdo sfide e tundimi, sepse po humbëm busullën, humbëm qytetarët, humbëm dinjitetin dhe rruga më pas do të jetë plot drithije, ndoshta edhe në errësirë. Ju jeni të parët që do të merrni kontakt me qytetarët në çdo cep vendit ku do të shërbeni. Ju do të hini 24/7 në terren për të parandaluar e goditur palishmëritë dhe për t'ju ardhur në ndihmë qytetarëve, vizitorëve dhe turistëve nga mbar bota. Shërbejuni qytetarëve me përulësi, ndërsa atyre që shkelin ligjin me forcën e ligjit. Reagoni me guxim, korrektësi dhe paanshmëri dhe brenda kornizës ligjore përballë çdo padrejtësie e palishmërie. Vrulli rinor që ju keni, t'ju shërbej për të mirën e përgjithshme, për përmirësimin e mëtejshëm të performancës së policisë së shtetit në funksion të ligjit. Dhe mos harroni se arroganca është fundi i rrugëtimit tuaj. Përballë çdo situate qofshi, kur mos u tregoni arrogant me qytetarët që duan dhe zbatojnë ligjin. Detyra jon është i dëgjojmë, të zbatojmë procedurat e punës dhe t'i japim qytetarit përgjigjen që na kërkon ligji, dhe jo të krijojmë në sytë e tij bindjen se jemi të njëanshëm, arrogant apo të pazot në kryerjen e detyrës. Kur mos ja bëni këtë të keqet policisë shtetit, e cila pa besimin dhe mbështetjen e qytetarëve nuk e përmbosh dot si duhet misionin e saj. Mos u tundoni nga ofertat dhe propozimet për të bashkëpunuar me krimin, se kjo rrugë mund t'ju duket e bukur, por është e shkurtër dhe pasojat e saj janë të rënda dhe pa kthim. Mos shkëmbeni kurrë uniformën, imazhin e policisë, dinjitetit dhe të ardhmen tuaj me një përfitim të momentit. Asnjë përfitim nuk vlen më shumë se sa uniforma që mbani veshur dhe besimi që kanë qytetarët e ju. Bëjeni punën me dëshirë, respektoni njëri tjetrin se puna bëhet në grup. Besoni se me punën tuaj të ndershme do të bëni dhe do të zhvilloheni në karrierë. Pse jo, në të ardhmen, njëri prej jush do të mbaj fjalimin këtu duke këshilluar dhe frymëzuar brezat që do të vinë. Ju falenderoj që arritët këtu dhe ju jam mirënjohës çdo ditë në rast se secili prej jush do të zbatoj ligjin dhe do të respektoj qytetarët, sikundër do të qëndroj fort ndaj atyre që do të devijojnë nga lishmëria dhe etika. Sot
Mirë se erdhët në familjen e madhe të policisë shtetit dhe ju uroj që këtë ditë ta kujtoni gjithmonë si ditën kur nisët një mision të madh. Më keni në krah dhe mos nguroni të më shkruani e të shprehni çdo shqetësim që lidhet me përmirësimin e punës, por edhe për problemet tuaja. Pasi për mua pasuria më e madhe e policisë së shtetit jeni ju, janë burimet njerëzore. Mbajeni me dinjitet këtë uniform të shenjtë të sigurisë dhe shërbimin ndaj Republikës dhe qytetarëve. Shërbeni me përkushtim, veproni në bazë ligjit dhe qëndroni pranë qytetarëve. Suksese e mbarësi të keni në detyrën e re dhe në familjet tuaja. Faleminderit. Unë jam Alkida Rada, kursante e kursit të NIS-1 për patrullë të përgjithshme. Sot për ne është një ditë shumë e rëndësishme, pasi kemi nderin të jemi pjesë e familjes së madhe të policisë të shtetit. Ju falenderojmë që jeni këtu me ne. Është një nder dhe një përgjegjësi e veçantë për mua të jem sot përpara jush, në emër të kursantëve të kursit NIS-1 për patrullë të përgjithshme. Në një ditë që shënon jo vetëm përfundimin e një etape të rëndësishme të formimit tonë, por edhe fillimin e një misioni të ri. Ne ja arritëm. Kjo nuk është vetëm merite jona, por është përkushtimi dhe profesionalizmi të gjithë stafit të Akademisë së Sigurisë. Instruktor profesionist që në çdo moment na drejtuan dhe na udhëhoqën drejt këtij profesioni kaq fisnik. Na mësuan parime dhe vlera që gjithë secili nga ne të shpalos në punën e përditshme që na pret. Sot do marrim uniformën, por bashkë me të do marrim dhe besimin e të gjithë qytetarëve. Le të jemi të denjë për të dyjat. Është përgjegjësia jonë që japim siguri të gjithë dhe pa dallim feje, race apo gjinie. Çdo veprim i yni do të jetë një mundësi për të forcuar besimin e qytetarëve tek policia dhe tek shteti. Përpara jush ne marrim një angazhim. Ta kryejmë detyrën me dinjitet, të zbatojmë ligjin me paanshmëri dhe të shërbejmë qytetarëve me respekt. Ky ka qenë mesazhi dhe do mbetet mesazh të instruktorët tanë për cilën çdo ditë, si një simfoni vlerash, ku çdo tingull është përgjegjësi, çdo ritëm është disiplinë dhe çdo notë është përkushtim, ndaj ligjit dhe ndaj çdo qytetari. Le të jemi një brez punonësh policie që nuk kërkon vetëm të mbajë uniformën, por le ta nderojë uniformën përmes sjelljes, profesionalizmit dhe shembullit personal. Sot përfundojmë një kurs, nesër fillojmë një mision. Një mision për cilin do jemi të përgatitur dhe të cilin do ta kryejmë me përkushtim, përgjegjësi dhe nder. Ju faleminderit. Kam kënaqësinë të përshëndes dhe të uroj kursantëve që sapo mbaruan kursin bazë të patrullës së përgjithshme, përfundimin e cilës e bën me sukses dhe tashmë janë gati të nisin një rrugëtim të ri në strukturat e policisë së shtetit. Sot nis një përgjegjësi e re dhe një mision fisnik, të shërbeni dhe të mbroni qytetarët, liritë dhe të drejtat themelore të njeriut, si dhe kontribuoni për rendin dhe sigurinë në vend. Në këtë profesion komuniteti do t'u vlerësoj, jo vetëm për njohurit dhe aftësitë që keni fituar në akademi, por mbi të gjitha integritetin, korrektesën, profesionalizmin dhe mënyrën se si do të silleni me qytetarët. Ruajtja e këtyre standardeve do të ndikojë drejt për drejt në besimin e tyre për një jetë më të sigurt, ku secili ndihet i respektuar dhe i mbrojtur. Jemi mirënjohës për eksperiencën dhe mbështetjen e vazhdueshme të partnerëve tanë ndërkombëtar. EUFOR-Lea, ICITAP, si dhe akademitë policore, Itali, Gjermani, Turqi, por edhe gjithë partnerët e tjerë që kanë kontribuar në zhvillimin profesional të policisë shqiptare. Të dashur kursant, nga sot uniforma që ju do të mbani përfaqëson shtetin, ligjin, besimin te qytetarët e vendosni vetë ju. Ju uroj suksese në këtë rrugim të gjatë profesional. Zoti qoftë me ju. Faleminderit. Unë betohem që besnikërisht do të kryej detyrat e mia, do të zbatoj Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Shqipërisë me ndershmëri dhe panshmëri gjatë gjithë kohës. Betohem.